إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ta duash Allahun Azza wa Jall është për imani. Ma gjë s'ka iman pa e dashur Allahun Azza wa Jall. Ta duash Allahun është adhurimi më i madh i zemrës, baza, themeli i çdo adhurimi tjetër. Ta duash Allahun Azza wa Jall nën kupton rati për zemrën, qetësi për shpirtin, nën kupton lumturi në jetë, në dunjë dhe në ahiret, nën kupton knatësi në shpirt, nën kupton gëzim në fytyrën tënde. Ta duash Allahun për zemrën është knatësia më e madhe e zemrës, për shkak se zemra e do krijuesin e saj. Ta duash Allahun është fortifikat. Fortifikat në kohën e frikës, është dritë në kohën e errësirës. Ta duash Allahun është stabilitet në kohën e fitneve, edhe rati në kohën e hutive. Ta duash Allahun nën kupton ti nështrohesh atij plotësisht, te i bindesh atij plotësisht. Ta madhëroje zemra edhe ta madhështoje atë. Për madhimi për Allahun Azza wa Jall e shtyn njeriu që ta takon Zotin e tij. Edhe nëse rruga është e gjatë, edhe poshtë turpi prej tij e pengon në robin që mos bie në gjunahe edhe ti largohet mëkatimi i tij. Ne sot jetojmë në një kohë ku pasionet, fitnet, dyshimet janë shumë. Për çdo ditë ballafaqohemi me to. Shohim për çdo ditë se na del diçka e re, e cila na josh, e cila na mashtron, e cila e ngacmon efshin, e ngacmon pasionin. Çdo sen shka ta turbullon imanin, ti turbullon syt, ta huton mendjen, të fut në dyshime të ndryshme. E ai cili ka dashuri për Allahun në zemrën e tij, zemra e tij është stabile. Përballë gjithë atyre sfidave dhe gjithë atyre problemeve me të cilat ballafaqohet në përditshmëri. E nuk ka mundësi që të qëndrojë një zemër në kësi raste veç se ajo zemër kur e do Zotin e tij. Kur ti e do Allahun Azza wa Jall, nuk ka mundësi që të mashtrojnë efshit. Dhe nuk ka mundësi që të biesh në dyshime edhe që të biesh në pasione. Kur e do Allahun Azza wa Jall, dunjoja paksohet në sytë e tu, ndërsa rritet ahireti në zemrën tënde. Ti je banori dunjos me trupin tënd, kurse banori ahiretit me zemrën tënde. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëherë belan e shef si mëshirë, kurse privimin e shef bujari, ndërsa e shef vonesën e çdo gjëje si mirësi. Kur e do Allahun Azza wa Jall, nuk trishton numri atyre pak që janë dhe vinë me ty. Pavarësisht se numri i tyre është pak, mirë pas janë nuk mashtrohesh edhe nuk trishton ky realitet. Edhe pse i shef tjerë që janë shumë, po e shef që ata janë në gaflet. Ky realitet nuk të mashtron edhe nuk josh, për shkak se ti e do Allahun Azza wa Jall. Edhe di se numri që nisen dhe ti nuk janë shumë, po ata janë pak. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëre për ulen gjymtyrët e tua, zbutet zemra jote, qetësohet shpirti yt, edhe nefsi rahatohet edhe i mbështetet Zotit të tij për premtimin që ai ja ka dhënë. Kur e do Allahun Azza wa Jall, ngjen qetësi, ngjen rahati edhe ngjen ëmbëlsi. Atë ëmbëlsi që ti e shijon, askush nuk mundet ta shijojë dikush në vend tjetër. Për shkak se ky lloj ose kjo lloj kënaqësie dhe kjo lloj ëmbëlsie nuk ngjehet në harame. Pavarësisht se sa ti i vepron, pavarësisht se ti çka posedon, pavarësisht se ti çka ke, megjithatë gjitha i shijon, por nuk e ndjen atë kënaqësi që e ndjen njëri i cili e vendos ballin e tij në sejdë dhe adhuron Zotin e tij. E ai i cili e do Zotin e tij, e ndjen këtë kënaqësi, e adhuron Zotin e tij. Për mallot për takimin me të, kur e fal namazin, nuk dëshiron që të përfundojë namazi i tij. Kur e lexon Kur'anin, nuk dëshiron që ta mbyllë musafin e tij. Kur e përmend Allahun, asnjëherë nuk lodhe gjuha e tij sa përmendurit të tij. Kur e do Allahun Azza wa Jall, atëherë ai bëhet synimi yt, prioriteti yt,
Objektivi yt nuk ke objektiv tjetër. Objektivi kryesor është se si ta arrish deri tek Zoti yt, si ta duash atë, si ta kënaqësh atë, edhe si të veprosh me ato vepra që të çojnë deri tek ai, kur e do Allahu Azza wa Jall. Atëherë përmirësohet brendësia jote, stabilizohet e jashtëmja jote, niyeti jot qeltërsohet, kurse veprat e tua zbukurohen, atëherë çdo gjë që të godet për ty është e lehtë, dhe çdo gjë që ka të bëjë me Zotin tënd për ty është e rëndë, për shkak se ti e do të. Edhe do për me mbrit te ai, edhe nuk mërzitesh për çdo gjë tjetër, sepse ti e di se çdo bela, çdo sprovë e cila vije është e lehtë, edhe ty synon diçka shumë më të madhe, edhe shumë më të lartë. Kur ti e do Allahun Azza wa Jall, atëherë ti bësh robi ti hakikat, edhe nuk ka dyshim te. Kur ti e do Zotin tënd, atëherë nuk ka mundësi që të lëkundin fitnet, e as mashtrohet dunjoja, e nuk ka mundësi që të shkëputet diçka në rrugtimin që ti e nis drejt Zotit tënd. Kur ti e do Zotin tënd, zemra jote e do, e një zemër që e do Allahun asnjëherë nuk vdes, një shpirt që e njeh Zotin e vet asnjëherë nuk devijon, dhe po ashtu një nefs i cili e njeh e pohon Zotin e tij nuk kërkon Zot tjetër përveç atij. Prandaj pejgamberi Allahu Azza wa Jall thoshte: e kërkoj o Zot dashurinë tënde, dashurinë e secilit që do ty, dhe e kërkoj dashurinë e asaj vepre e cila më afron deri te ti. E lutem Allahun që ta bën prej tyre. Wa qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala shafil anbiya'i wal mursalin wa ba'd. Nëse dikush thot si ta di unë a e dua Allahun apo jo, normalisht janë disa shenja të cilat aludojnë që ti e do Allahun Azza wa Jall. Shenja e parë është se ti ndjen kënaqësi kur adhuron atë. Kur je në ibadet, e shijon një lloj ëmbëlsie që askush tjetër nuk e shijon. Prandaj të parë tanë thoshin sikur ta dinin familjet e mbretërve dhe pushtetarëve dhe pasanikëve se ne çfarë shijojmë në namazin ton, kishin për me na luftu, me na nxjerr prej safeve që ti marrin ata ato vende dhe ne të shkojmë në vendin e tyre. Do thotë kjo lloj ëmbëlsie që e ndjen njeriu në shpirtin e tij është ëmbëlsi që nuk ndjehet diku tjetër përveç se në adhurimin e Allahut Azza wa Jall. E nëse ndjen kënaqësi atëherë dije që ti e do Allahun Azza wa Jall. Po ashtu, turpi prej Allahut Azza wa Jall. Kur ke turp, edhe të vjen marrë për me bë gjuna, sepse normalisht ai i cili ka turp edhe i vjen marrë prej Zotit i tij, i ik gjunave. Mundohet maksimum që mos të bien to. E ai i cili ka turp prej Allahut Azza wa Jall e ruan veten e tij, e ruan derin e tij dhe dëshiron që fytyra e tij të jetë e bardhë kur do dalë para Zotit të tij. Ai i cili e do Allahun Azza wa Jall, një prej shenjave që aludojnë është pendimi dhe kthimi i shpejtë. Normalisht që njeriu bie në gjuna për shkak se kjo është natyra e tij, nuk ka mundësi me pas njeri i cili nuk bie në gjuna. Po kur bie në gjuna, cilësia e tij është që kthehet menjëherë edhe i drejtohet Zotit të tij me falje. Po ashtu prej cilësive tjera është që ai e do adhurimin e tij dhe e urren çdo gjë që e urren Zoti i tij. Ai i cili e do Allahun, e do çdo sen që e do Zoti i tij. Edhe urren çdo sen që e urren Zoti i tij. Nuk mundet një gjë me urry krijuesi ose Allahu e ti me dosht, atëherë ke problem, ke defekt. Andaj kur ti e shef që nefsi po e do një sen, që Allahu nuk është i kënaqur me ta dhe Allahu urren dhe ti shkon e vepron, atëherë dije që ke problem zemrën tënde. Kurse kur e braktis edhe shkon pas asajna që e do Allahu, atëherë dije që kjo është shenjë mirë me lejen e Allahut Azza wa Jall. Po ashtu prej shenjave tjera është të jesh i kënaqur me caktimet e tij. Caktimet të cilat Allahu i ka përcaktuar për neve. Allahu di më mirë çfarë është për robën e tij. Kur ti je i kënaqur me gjitha ato, pavarësisht se sa dëm, dhe pavarësisht se sa e ndjen ran, dhe pavarësisht se sa e përjeton vështirë, megjithatë ti je i kënaqur me caktimin e Allahut. Kjo tregon se ti e do Zotin tënd. A ka shkaqe që të çojnë deri te dashnia e Allahut ose e forcojnë atë? Po, njëra prej tyre është ta njohësh Allahun me emrat e cilësitë e tij. Allahun ti nuk e shef në dunjë, edhe Allahun nuk shifet në dunjë. Allahun e shef në ahiret. Po Allahun e njeh nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Kur ti e njeh Zotin tënd, nuk ka mundësi që mos shtohet dashuria për te. Kur ti e di që Allah është mëshiruesi, kur ti e di që Allah është falësi, kur ti e di që Allah është pendim pranuesi, kur ti e di që Allah është furnizuesi, kur ti e di që Allah është krijuesi, kur ti e di që Allah është ai i cili menaxhon
kozmosin edhe çdo sen, kur ti e di që Allahu ta ka dhënë jetën, dhe Allahu ta merr jetën, dhe Allahu të ringjall, dhe kur ti e di që Allahu të fut në xhenetin e Allahut, dhe ti kur e di që Allahu të mbron që mos hyj xhenemin e Allahut, a ka mundësi mos me dash Allahun subhanallahu? S'ka mundësi. Por shkak se kjo është zoti yt. Edhe këtë rast shtohet dashnia për Allahun. Nuk ka njeri i cili e njeh Zotin e tij, vetë se i shtohet atij dashuria për Allahun azza wa jall. Andaj, ai cili do për me dosh Zotin e tij, edhe më shumë le ti mësoj emrat dhe cilësitë e Allahut azza wa jall. Le ti mësoj, qëllimi është le ti meditoje, le ti lexoje, le ti kuptoje domethënien edhe le të punoje me to. Po ashtu prej shkaqeve tjera është ndjekja e pejgamberit Allahut azza wa jall. Kur e do Allahun, e do pejgamberin e tij. Kur e do pejgamberin e tij, e do rrugën e tij. Kur e do rrugën e tij, e ndjek rrugën e tij. Kur e ndjek rrugën e tij, atëherë do të shoh dashuria e Allahut për ty. E kur shtohet dashuria e Allahut për ty, atëherë lehtësohet çdo gjë për ty dhe ti edhe më tepër e do Allahun dhe Allahu don edhe ty edhe më shumë. Po ashtu prej shkaqeve tjera është shpeshtimi i përmendjes Allahut azza wa jall. Fat kuruni at kurkum. Ma përmendni që unë juve që përmendi. Nëse e përmend Allahun azza wa jall në vazhdimsi ditë e natë, Allah azza wa jall do ta lehtësoje çështën tënde, do t'i rrite gradat e tua, do t'i shtojë të mirat e tua, do t'i paksoj gjunat e tua dhe normalisht do të shtohet dashnia jote për Zotin tan. A ka më mirë se ti kur e përmend Allahun dhe gjua jote nuk lodhet, përkundrazi shpirti jot qetësohet, edhe zemra jote rahatohet, edhe të rriten gradat e tua, e këtë e jep përmendja Allahut azza wa jall. Prandaj tha pejgamberi sa a dëshironi që t'rregoj për një vepër e cila është më e mira dhe më e pastër te Zoti juaj, më e larta në grada dhe po ashtu më e mira se ju të shpenzoni ari dhe argjend dhe të dini në betejë dhe të takoni armikun edhe ta luftoni atë dhe ata që ju luftojnë juve, i thanë po ja Rasulullah, tha përmendja Allahut azza wa jall. Përmendja Allahut azza wa jall është ajo që në sytë e tu duket e vogël, duket e thjesht, megjithatë shumë e madhe edhe shumë e lartë te Allahu azza wa jall. Po ashtu, një prej shkaqeve tjera është leximi i Kur'anit me meditim. Ta lexosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta mësosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta memorizosh Kur'anin është vepër e mirë. Ta lexosh me meditim është më e mira. Ta meditosh nën kupton që ti ndalesh, edhe e lexon, edhe e kupton domethënien e atij ajeti dhe domethënien e asaj që Allahu subhanahu wa taala dëshiron ta përshojë ty si mesazh. Sot ne shohim që kemi shumë afëllzllar. Mirë po megjithatë nuk shohim punë, për shkak se esenca e Kuranit nuk është memorizimi i tij, po esenca e Kuranit është leximi dhe meditimi dhe puna me të. Nëse ti nuk punon, atëherë është argument kundër ty. Nëse ti nuk e lexon me meditim dhe nuk e kupton, atëherë nuk ban fare dobi. Nëse ti vetëm se e lexon, atëherë thjesht merr shpërblim, mirë po shpërblimi jot është i mangë dhe nuk ka mundësi që të shtohet imani. Andaj sahabët kur e lexonin Kuranin e meditonin, prej tyre kishte pak afëllzllar. Nuk kishte shumë, për shkak se ata më shumë kujdeseshin që të marrin ta lexojnë, edhe ta meditojnë, dhe ta kuptojnë, edhe ta zbatojnë, edhe të punojnë me të e pastaj kaloni në surën tjetër. Krahasim me neve sot, të cilët ne mundohemi në vazhdimsi që ta mësojmë përmendsh, e harrojmë meditimin e tij, e harrojmë punën me të. Edhe andaj shef sot që njerëzit që e dinë kanë në gjokset e tyre, mirë po realisht nuk e zbatojnë, e kjo mundet me qenë rrezik shumë i madh, për shkak se mos zbatimi mundet me qenë argument kundër ti e jo për te në këtë dunjë dhe në ahiret. Po ashtu, prej shkaqeve tjera që shton dashurinë e Allahut, është bamirësia, të jesh i mirë, të jesh bamirës, të merresh me mirësi, është një çështje, një virtyt shumë i lartë. Nuk e ka secili. Ai i cili merret me bamirësi, e di vet, edhe e shijon vet, edhe e tregon vet se çdo ar kur merret me punë të mira dhe me bamirësi, vetë se i shtohet dashnia për Allahun, edhe ka një gjendje që nuk e ngjejnë atë. Allahu e do atë i cili është bamirës, edhe do atë i cili punon mirë, dhe Allahu subhanahu thot: "Wa ahsinu inna Allahu yuhibbul muhsinin." Ta bëni mirë, punoni mirë, sepse Allahu me të vërtetë i do ata që punojnë mirë. E lutë Allahun azza wa jall që Allahu të na bën prej tyre, dhe lutë Allahun që të na shtojë dashurinë për Allahun azza wa jall, dhe lutë Allahun që të na mësojë që zemrat e tona ta duan atë, ta duan çdo njërin i cili e do Allahun azza wa jall, dhe ta duan veprën e cila e afron ose na afron për tek Zoti ynë, dhe dashuria që na shton afërsinë për te Zoti ynë. E lutë Allahun që çdo musliman dhe muslimane të gjatë të vdekë Allahu të mëshiron. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.